Faleminderit. Ata përgojnë qëndrimit të gjithë dhe unë kam shtu diçka për kjo pika rënditës, nëse nga me dhonë disa një të nevojshme nëse është këtë që ka nevoj. Në emër të PDK-s, po me gjemësën? Ne kërësu së i mërket në të paren një nërë, problemi është me ndojna që sigurisht do kemë respektim. Asyri është mandatin e vitit 2013, u morë një vendim i programit komunal, kush ka qenë prezent e tjenë të Hoxha, ka qenë prezent, ka qenë në shkakore edhe për me më bëhë të regin gjetë. A i vendim nuk është përzua të herë. Më në me gjetë, ose jason një gjetë. Prapë se mandatin e ka një më morë një vendim të tjetë, në një të përgjith, më ndërtu gjanë. Në në dhe vitë ka qenë shtetare, ka votu kërë. Edhe nësë pare jemi tërë, por këto pushte nuk janë në votu për arsye se nuk e respektu hapat e gjojtë. Ajo zërë, në zërë katastrofë e thadë dhe rotë që është për më ndërtu shkofë. Të shikë të përgjithë. Faleminderit shumë. Ti kushtjetër, a ka që ndërë për strategje, po Ali? Në kërësus, falenderoj fillimisht që e kjo pika që në kërkesë imja për arsye se materiali ka qenë i zymtë dhe nuk është mujtë më vrej, e këm ngritë Komitet për Politike e Financa, e vrej që sot ne keni kru me kolor, gjatë që pjesën tjetër që na keni krymtu nuk na keni sjellë si material. Cile o konë mos këmë haru në nesë? Ka qenë e plani punës auditimit që po kërmëri ka e pjesë i shohra që do t'ishtë të bëjë. Së dyti e ngrita në Komitet për Politike e Financa, nështë për drejtorin e Katoskit që është alarmonte pak, vetë si alarm. Këto në letat që ne i keni sjellë këtu, që në leta poseduse, rruga nuk është rruga Pejës, aty është rruga Pejës, gjithë dhe dim, këtu për shkruan Tahir Zemaj. Pra, në rrit parcelat shkruan Tahir Zemaj, e rruga Tahir Zemaj e dina kërë. Të menoj që drejtori ka pasi ka punë këtu, është diçka teknike që kanë ngritë, na dim që ende edhe disa shkolla fillore, ish asamblistat i kanë ngritë, edhe ngritë mandatin e kalum, i kemi me emërtim sërb hala disa shkolla fillore, fatkeqësisht. Pra, s'kemi arritën, me i përkëtyr dhe në kletat poseduse, me i emërtu që janë shkollat e tona, për shembull një Algramenon e kështu me radhë. Që keni boju pa të Urnat? Me radhë këtu. Me 4 vjetë? Me 4 vjetë të komodesh me kuvendit i të ngritë të qeshtje. Erman, ka qenë drejtori Katosit, ka qenë bërë isha përgjes, edhe është devizja dhe zëndosë që unë të japë si propozim që me i përmisu dhe njëtën për falenderova që ne i ke kruptos. Unë menoj që vendimin dhe se ne këna morë për xhami nuk përputhet me këtë pjesë, është pak ma poshtë atje, pra s'ka të bëjmë atë vendimin e xhamis që kena morë, është parcial krejt tjetër, e kom konsultu edhe atë pjesën e vendimit. Kjo është që shpeshefni që të, kur ne i ka figuron këto vijat e 4, për xhami është këto, mrapa, a ne i ka boshi, ka rruga Uglarit që i femina, për ndryshe ishtë dash me shfuqizuat vendim, që është në fuqi e mandej me propozu këtë pjesën tjetër. E dyta është e mirë se ardhëm, unë mendoj që falenderoj drejtoreshën e shëndetësisë e cila ka marrë një hap që me realizu, sepse në të kaluara një marrë hape, po nuk ka mujtë mu finalizu. Shoda të zoti finalizohet, sepse mendoj që nevojat e mdhajët të qytetarëve përfshi këtu kur kemi të bëjmë me 100.000 qytetarë, edhe kemi nevojë për një diçka të tillë. Kështu që në parim unë më shtes, qofse nuk ka me shkelje në procedurë, sepse e tanë kolegët e mi, bazuar në hartën zonale, e kum shikue, nuk qëndron që këmë pëja aty, qëndron shkollë, objekt shkollor. Pra, mirë pa dhe qëndron një pjesë ku thotë zonë e shërbimeve publike. Pa, shteke zona shërbimeve publike, mundët me qenë do shtë dhe shkollë, po besoj që e keni shurtu ligjin, i keni një procedurat, edhe pa dyshim që në parim unë jam për këtë qenë, sepse është e dëmëzdërshme. Nuk është e nevojshme, po është e dëmëzdërshme.
Faleminderit. Faleminderit shumë. Dikush tjetër ka diçka më shtu, po a mikrofoni? I thanë edhe parafolësit, unë veç kam një pyetje për drejtoreshën. Drejtoreshë, sinqerisht, unë kam prit që këti propozimit të bashkangjitet edhe një lloj arsyeshmërie për këtë propozim të juaj. E kam fjalën se për çka unë e di, sepse jam këtu që sa kohë, po pse duhet bëhet një qendër kryesore mjekësisë familjare dhe është menduar, po është s'po ka në ide ose në propozim se çka duhet bëhet me objektin ekzistues. Përshëndetje nderuar kolegë, asamblesë, kryesues, drejtor dhe të gjithë ju tjerë. Ndërtimi i QKMF-s është një nga projektet më të rëndësishme për komunën tonë. Prandaj konsideroj se çdo vendim që lidhet me caktimin e lokacionit duhet të jetë i bazuar në analiza profesionale, planifikim afatgjatë dhe transparencë plot ndaj qytetarëve. Që ky projekt ketë sukses dhe të mos krijohen pengesa funksionale në të ardhmen, kërkoj disa sqarime lidhur me procesin e përzgjedhjes lokacionit. Për bazën e vendimit, cilat kanë qenë kriteret profesionale dhe teknike, mbi të cilat është përzgjedhur ky lokacion për QKMF-n, për qasjen dhe funksionalitetin. A është bërë analizë qasjes për ambulanta, transportin publik, parkingun dhe qarkullimin e qytetarëve në këtë zonë, dhe për alternativat, a janë shqyrtuar edhe lokacione tjera dhe pse është marrë domosdoshmë ky lokacion për qëllim. Sepse me sa e dijone, kur patëm shikuar edhe më herët për ta përdorur për të njëjtën punë, na pa thonë se nuk ka vend mjaftueshëm dhe nuk mund të bëjmë ndonjë qendër të madhe atë të mjekësisë familjare dhe nëse nuk mundemi me bëhe të madhe, pse duhet të ndrojmë vendin nga kjo qendër, sepse vendi me sa diun është i kufizuar dhe nuk mundna me përdor për me bëu diçka për zgjidhje afatgjatë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Bidone, po Të bëjmë parasysh që ne kemi një komunë të mbi ngarkuar, kanë dhënë leje sa pas nevojës se nuk kanë dhënë. Kjo kërkesë që vjen për drejtorisë të shëndetësisë është shumë e arsyeshme sepse ne kemi të domosdoshme një qendër të mjekësisë familjare. Po e pa që edhe numri banorëve është rritë. Edhe stafi ekzistues është nuk po mundet kanë edhe me ballafaqu punëve që vizitave që shkojnë aty. Unë si aleancë kërkoj faleminderit shumë. Bidone. Dikush tjetër apo diçka, po dëkan? Flas për vendin, këtu më qenë se kemë shumë shkurtër në diskutim, edhe nisma jashtë për krajet të qeshme ndërtimit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, duke llogaritur në numrin e banorëve, në rrafshë në tani që përfshin vetëm qyteta, nga 64.000 të sejtë, duke llogaritur nga 10.000 banorë të qendrës të mjekësisë familjare, do të thotë është shumë e rëndësishme që të kemi një qendër kryesore të mjekësisë familjare, që do të jetë në më mirë se ekzistuese. Sa përket çështjes së lokacionit, në sensin se sot bashkë se ti ka thënë që kemi disa tema kreative në urbanizmin, por duhet të theksoj edhe atë që kemi ose s'kemi plan zhvillimor komunal, kemi ose s'kemi horta komunale. Do të thonë mos më shkruaj. Ne ka vënë edhe për institucionet publike. Do të thotë ashtu si vlen për bizneset, për ndërtimet, kur themi kemi ose s'kemi, do të thotë dokumente strategjike të komunës të njëjta duhet dhe edhe për institucionet publike, sepse parametria e këtyre objekteve duhet të përshtatet edhe harta zënore edhe plani zhvillimor komunal. Do është besoj që edhe urbanizmi edhe shëndetësia kanë diskutuar këtë tematikë dhe mos të hoqim në pengesa ligjore, për ndryshe kemi nevojë dhe mbështesim për mes votimit të qendrës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dikush tjetër apo diçka më vonë? Mirë, atëherë unë do të ndronë që bëj personal për parkume.
po u kompon të punë për klasë për të veni ka si kërësus, për të në rëmë qëndrimit të tjera, da dhe përdojë është që të hetë të veti të Atëherë të ndëruar kolega asamblesë, me qenë se u përmend që kemi qenë historiku i këtyne pozitave, i këtyne lokacioneve edhe ndrimi i shpesht i destinimit të objekteve në për këtë lokacione, kemi qenë dëshmitarë edhe ko pas ko edhe kemi kritiku, po çka më shtyni ma shumë me dorë me rahu këtu, është kur tha që ka thonë Ministria me zvoglu pak projektin. Të kemi në sqarim thjesht po tentojmë me dhonë. Nevoja për ndërtimin një që KMF-je të rej, edhe ma të madhe, besoj që të gjithë këtu që jemi të pajtimi që është shumë e domosdoshme, edhe për shkak të rritjes së numrit banorëve. Lokacioni i vendosur na tash po e shohim gjendjen faktike që është edhe me dokumentacion edhe në teren. Kërkesa që është bën të kalumën e që ka ardhur prej ministrisë që duhet të zvoglohet projekti, ka ardhur për shkak se nuk ka qenë çik jo hapësirë e paraqitjen për ndërtimin e asaj që KMF-je. Pra, lokacioni ka qenë më i vogël, edhe ministria ka thonë bën pak më të vogël se po del jashtë kufijeve katastrale. Tash me qenë se na e kemi propozu më të madhe pjesën e ndërtimit, atëherë nuk ka kurrë problemi këtu se janë tani që KMF. Që KMF-ja është me standarde, do ndërtohet me standarde shumë të larta. Tash nuk e them kështu veç spital, s'mundna mi thonë, s'ka me qenë një prej objekteve shumë të mira, me qenë se nuk është i projektuar akoma objekti, se si do duhet të jetë, për çata nuk janë këtu detaje, por e rëndësishme është që marrëveshja në mes të kryetarit, përkatësisht drejtoreshës së shëndetësisë dhe ministrit të shëndetësisë, është bërë që financimi të bëhet prej qeverisë dhe konkretisht Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo na jep shpresa të mira se e ardhmja edhe në shëndetësi do të përmirësohet në vazhdim. Por këtë ju inkurajoj që ta mbështesni të gjithë, sepse do të na shërbejë të gjithëve, duke filluar individualisht secilin prej neve, dhe për çdo vendim që e marrim këtu, e marrim duke përfshirë edhe vetveten, por edhe të ardhmen edhe të qytetarëve, edhe nevojave të tyre. Nuk ka ne farë problemi këtu të vendosja lokacionit, na e dim që në kalumin janë marrë vendime mbi vendime për vende mbi vende. Nuk ka ne farë të lashë këtu, se edhe ashtu do të bëhet rishikimi edhe i hartave zonale edhe i planit zhvillimor komunal. Në këtë vend ku u përmend edhe xhamia, jo shkolla, jo ambulanta, në planin zhvillimor komunal dhe në harta zonale është e parapamur si zonë e shërbimeve sociale. Kur është e parapamur si pjesë e tillë, na mundna me bën ndërrim të destinimit ose ashtu që sheshe më të përshtatshme edhe ekzekutivi. Normalisht vendimet kalojnë përmes kuvendit, edhe po besoj që çdo vendim që e marrim këtu bashkë, e marrim duke i shërbyer qytetarëve dhe të mirës së tyre të përgjithshme. Për këtë, duke u nis nga ky fakt që meqenëse se është e ndihshme edhe të jetë nevojshme, po ju kërkoj si koleg me e mbështet këtë propozim të ardhur nga ekzekutivi, sepse me vërtet nevojat janë të mëdha dhe me fillu me njerë me procedurat që janë të parapara. Nuk jemi konsultuar në detaje, nuk ka ne farë të lash as ligjore, as teknike, as procedurale për ndërtimin e QKMF-s. Gjithçka është brenda kornizave ligjore për këtë pjesë, dhe unë besoj që ma shumë sungum ko veç e qesëm procedim edhe votoj. Faleminderit shumë për vëmendjen. Mirë, atëherë, do të rejtë të nështu diçka? Përveç kësaj e tha edhe asamblisja Vildone, për shkak se kanë më ushtu edhe numri shërbimeve që kanë më ofru brenda QKMF-s, pas parasysh edhe numrin e madh të për regjistrimin e vitit 2024, por edhe me rritjen e numrit të shërbimeve që do të ofrohen përmes QKMF-s së re, e që QKMF-ja vjetër nuk ka hapësira të mjaftueshme, atëherë prej kësaj ka lidhur nevoja për ndërtimin e QKMF-s së re.
Për objektin e vjetër, normalisht ne do t'i shohim aty ku i kemi nevojat më të mëdha edhe do të marrim vendim të ndrotë dhe destinacioni. Qëse që isha e qartë... Faleminderit shumë drejtoresh, atëherë para unë po... Të kisha mujt një replikë shkurtër. Po... Ideja drejtoresh është që ata vozin e mëtshëm me ndërpreku. Në qënë se ndërprejma vozin e mëtshëm, kishte qenë mirë një pajis asamblistat me një kosto këti projektit. Sa është kosto e këti projektit, bazuar në marrëveshjen të cilin e kanë nënshkruar kryetari komunës me ministrin e shëndetësisë. Kishte qenë mirë mu qitë këtu një kosto, kishte qenë mirë me qenë një plan ideor, kur thoni që kanë më dhonë disa shërbime shtesë, kishte qenë mirë mu qitë në letër, ka me pas pediatri, sociologji, qka po t'june qfar lloji shërbimeve ka me pas atje, e ju me arë me dy reshta, sikur se është veprum kaluara, ku jemi pajisën në një farforme me 2-3 reshta, pa e ditë një kosto financiare, sa kushton, sa është përfshirja ministrisë, sa jemi na, cilat shërbime kanë më dhonë, modernizimi, po për çfarë modernizimi, çfarë shërbime po flasëm, një plan ideor me siguri e keni, sepse ju e keni paraqit në Ministrinë e Shëndetësisë, të e ditë rolin e asamblistrit që është organi më i lartë ku vendi dhe po marrëm një vendim, sepse kjo pikë e rani ditës nuk na vjen derisa na t'ja prejna shiritin pra që këmë fësë. Faleminderit Ali, po drejtoresh, po shkruajmë pak me radhë të metnikun tani më tonë. Drejtoresh, projekti nuk është ideju ende, janë 2.5 milion prej Ministrisë së Shëndetësisë edhe 1.5 milion prej anës komunës. Shërbimet e reja me politikat e reja të shëndetësisë, në ÇKMV ka më ofru shërbimi i logopedit, i psikologut, i fizioterapeutit dhe sociologut. Këto janë 4 shërbime të reja që janë të parafone me planin e ri bugjetor. Këshin pjaftush me informacion, po për gjithë shka, projekti nuk është hartu edhe, që me konë të timet e informacionet së shtesë. Faleminderit, drejtoresh, faleminderit. Dhe po besoj kryesus, po besoj që drejtoresha ka parasysh që na duhet me ndryshu dhe statusin e komunës në raport me këtë projekt. ÇKMF-s. Statutin e ÇKMF-s. Nuk këtë statutët një nga shku paralelisht ka metodë të tjera. Nas po plosu për përvojtë në kësa që të shkërës, po plosu për një lokacion. A ne avem procedura tjera që nga kemi... Susum vjeket që këndëry për kemi përvojtë hidhër, ku ja kena dhënë 3 hektar, to, në pisha, venjën më të mirë, ja kena dhënë Federatës së Sportit. Dhe që kena po sankcionimin e procedura dhe më kurse kena po këtë punë. Edhe kështu banë me vazhdu këja pas me thonë veç procedurat edhe mo me shku me preshirike. Mirë vi një orë në aspekt, që ashtu ka ndodhë, po e rëvojnë ato. Kam e po pike e rani të sa da i problem. Shumë aspekte komi. Po foli për vendit. Qështë mos që soj, une që kupon që oportaj prej rrugës është vetë 30 metra, gjënësia me gjona në qëtë parcelë. Kur e dim që një shpi i me 20 metra, ku do me vendos kur është magistralja, me levizjet automjetër shpita, ku do, ka, qfar që këmë fëja do me vendos këtë, që se dojna me shërbime ma të mdoja se kja egzistusja që është vetë 30 metra, pjesa me gjona. A vërtën, që kjo është problemi që e ki rrugë magistrale, dalja, hyrja e ambulantave, është shumë sene janë që është problem. A vërtën, nashta ma mirë u konë me bo një far analize para prakisht, edhe me po pastaj me nëjë projektin që shko me konë për me votuna. A vëdën që ata për me na e letu e neve për me votu, se na jem për me votu, e jem për qendër mjekësis, po veç me konë funksionore. Projekti të të tjera ka me orë, po vërë në takme, po përmëndin janë të elevacion për bashkojët të parcelat të zemë sot në shansi. Po vjen interesant që në krejtë komunën në Fushë Kosovës kemi pas aktualisht vetëm në qendrët të mjekësisë familjare. Një ke pas që ka punu 24 orë, tjetër e ke pas vendime. Kjo që po diskutohet sot për lokacion,
Kjo e kemi diskutuar edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, në detaje se ç'është është e pashtë, është në përputhje me ligjin, na si asamblesë për hir të këtyre votave që kemi, na duhet mi përkra këto nisma, s'pako këtë që është domosdoshme për rrjedhës së qytetit. Po nuk e përkrajnë. Na thamë, a di që më dhuti, po du me marru një shpikën veç një orë edhe për kranë të marë. E të atje, të shkollat që shki, a të nga pëthirë për Në regullë, po mirë dhe, hajde po të mos me bo, na të shtetë, po na po kjera qërë me po një apsirë me mëllë. Ti jetë në kështë të tu. Hapsirë, atë shkoj kjo hapsirë në ma që shkoj, atje se që më fa, atje që ki në asë atje se ki hapsirë në dhe i pashku. Në më s'ko lidhe që të hapsirë. Po, ka shku për me skuvendit edhe ajo si Po nuk ka për me skuvendit, ma vëshko lidhë për mirë, jena të nuk jena... Janë dhe kërkesat koda, da të në shko detoja ma lidhe. Nuk ka ma lidhe, jo. Dashur koleg, falenderoj shumë për energjinë dhe për notat e motit me të mirë. Bëjmë një ashtimi për të lutem mos Om replik, se unë shkëzu alo, Ja, du të folë për është replikën. mirë, replikën. Jes, zoti 2 minuta. I kam veç dy çështje me trajtu. E para kryesuesi thash ka parashihet me horizonale shumë atë shërbime, po atë tani është një slash që atë se përmeni edhe shumë në institucione shkollore. Tash, çka është horizonale e momentit që ne funksionojmë botë saj. E dyta, nuk po du mu keq kuptuar të asnjë asamblesë, as të qytetarët e komunës Fushë Kosovës. Kërkosh nuk është kundër ndërtimit të një QKMF-je. Kërkosh nuk po thotë që nuk ka nevojë Fushë Kosova qoftë për një QKMF më të mirë, qoftë për shkolla, qoftë për stadion, për gjithçka. Ideja është, nuk mujna me përkrahë, nuk e përkrahëm për arsye që i ceka, ma herët tonë edhe kolegu e Medniko. Arsyet se po thojna nuk është në horizonale, për shkak nuk kemi. Horizonale si kjesë shtu në ndërtesa. Qysh? Edhe ndërtesa. Ani ve trajtani, po na po thojna që nuk e përkrahëm për çdo arsye. Jo, që tani me vazhdani edhe mirë bëni se Fushë Kosova ka nevojë po veç të i respektu dokumentat strategjike të komunës Fushë Kosovës. Lëra e ketë veç para ju dhe drejtori urbanizmit gjithmonë o thirë që plan zhvillimor kena 2012-ës. Derisa nuk kem plan tjetër, ai plan vazhdan, vetë para ju dhe që to e ka të shmurish drejtori urbanizmit. So ko kuaj dhe vite. Po plan zhvillimor dhe ke para ju dhe derisa të përfundon pas të bota i riu. As harta zonale të Kosovës nivel qendror s'kemi. Të dashur kolega, kush është për propozim? Me që ideja është atë në A ka kundër? A ka observime? Një amësime? Konstatojmë që ka lënë publika e anës ditës, konstatojmë verifikën tjetër të anës ditës, që është propozimi për shkollën e institutit për gazet. Resursa po nduit, lutem, si shpreta. Kemi të prej ekzekutivit që ka me parasit këtë pikë të rangës e ditës. Valentin, mund është me një kipa përmjat nësë dënë, ose vazhdoja në postit ti materiali, kërë mund e parasit pasit të lasheve, po presë nëse jetë të shikojnë interes të dhëtë. Mirë, ja, du me dhoni qarim tjetër, po, një moment, Kryesus në kamerë. Unë alim në shkrujt. Po, unë kërkuova për punën e unë, se është kërkesë e shumë asamblejistave, për nga që më në zgjidhë kjo pare. Faleminderit sa jo. Për ndryshe, mirë atëra unë du me dhoni një qarim
shtesë para se me hap diskutimin për këtë pikë të rajnë të ditës. Sipas materialet që ka ardhur për ekzekutivit, ju keni po listën e gastrave katastrale të cilat ekzekutivi ka paraqitur si zona ku munden me qenë zona të interesit publik, me shkon zona të interesit publik, për arsye që ekzekutivi në të ardhmen mundet me ju nevojit këtu pjesë këtu zona për shërbimet ndaj qytetarëve, për ndërtimin e një shkolle, ambulante, ose për çfarë do objekti tjetër që mundet me shërby në të mirën e qytetarëve. Në ka ardhur një propozim për një ndryshim të vogël, për shkak që janë 3 ngastra katastrale të cilat janë në proces gjyqësor, janë në kontekst gjyqësor, e cilat duhet me i largu prej këtyre listave. Këto lista janë të paraqitura për numrat po i lexoj të cilat nuk janë pjesë përbërëse e vendimit që ka me u marrë ose ka me u votu tash vazhdim. Përndryshe po lexoj numër për numër për të 3 ngastrat. Është parcela me këtë. Po. Penishit, me nga, penishit, për ka rënditja, po që në por 4-9, që shtu të regona dhe mandej në ndizoj që tonën. E kemi foqën e parë me numër Fushë Kosovë po shkruan numre që kjo pasur. 725 140 14 20 442 20. Po shtu krejt që ashtu dhe që këtë rëndit e krejt e treta. Miradi e për. Miradi tepër. Është në gjykon. Tjetra. 004122. Po. Është zonë e banuar në këtë fshatë në Shqipëri, në Borë. Për këta na spjegjikojnë ato kur gjë, këta e rregullojnë. Në që është proces gjyqësor, edhe 004123. Edhe kjo është miradi e epërme 004123. Që do numrat e fundit. Që do të trija që i lexojnë, të rriqe prej përmbajtjes, të trija të miradi të epërme. Përndryshe pika tjera e mbesin ashtu që kanë ardhur të propozuara nga ekzekutivi. Në që se s'ka në pasqarimin tjetër që mujnë me dhonë, atëherë me hapi diskutimin në emër të lëvizjes vendosje kosovar. Të nderuar kolegë asamblesë. Deri më tani ishin disa diskutime për ambulantën, kryesisht problematika ishte të lokacioni. Kjo ndërlidhet fikse me këtë pikë. Si përfaqësuesi i vendosjes duhet të theksoj shpalljen e interesit publik për pronat komunale si të rëndësishëm për zhvillimin e komunës sonë, pikërisht për mungesën e hapësira publike. Këto prona mund të shfrytëzohen për projekte konkrete që nevojitin qytetarëve, si qerdhe, shkolla, objekte shëndetësore, infrastrukturë rrugore, objekte kulturore dhe sportive, si edhe ashtu edhe si për shërbime publike. Ky hap garanton që pronat komunale të përdoren në mënyrë të përgjithshme dhe efektive. Prandaj si grupi lëvizjes e mbështesim këtë pikë dhe ju thrasim të gjithëve të ta mbështetni atë. Dhe ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit kryesues. Për fillim, për në me është për keqardhje se kjo është propozim ka më rëndësi për komunën e Fushë Kosovës. Edhe nëse dikush prej ekzekutivit nuk gjen kohë me ardhe me elaboru dhe me na tregu nevojën, pse duhet me kalu kjo pikë, me pres kryesuesin me ia dhoni një shembull në mandatin e kalum kur drejtorat e LDK-s nuk ishin prezent në komitet ose në ku vendishim na asamblisat e LDK-s që nuk donim i trajtua të çështje.
për këtë kisha dosh me pos dëshmitore dhe vlënjatin se po ndoket jo serioze, nëse s'është çaq me urgjencën, atëherë na kishë mujt edhe me shty kryesues se kjo do të më na dhoni një lloj interpretimi pse do të më ndodh. E morra shembull në komitet kur drejturat nuk veshin me i trajtu pikat e rënë ditës, për korreksi dhe për sinqeritet, i më konë nënaj që nuk më dosh me i prunë në kuvend, edhe mu trajtu për arsye se është një farlloj mos përfili e komitetit ose kuvendit. Kjo është sa i përket çështjes që s'është kërkuar nga ekzekutivi dhe më na tregu pse do të më morën atë vendim. Na do të më referu ligje 03 L139 për shpronësimin e prunës paluajtshme, edhe ku neni 8.1.5 është një përshkrim i hollësishëm që thot veç për qëllim publik do të më shpronësu diçka. Para se më shpronësu, do të më pos një projekt. Për shembull, i morëm shembull do parcela në radhë tepërme, edhe po dojna me shpronësu X parcele se këto kena me ndërtu një qendër notit. Po nuk mujna na me nis procedura pa pos as një projekt. Së është shkelje ligjit, nuk mundesh me shpronësu, të jenë prunat AKP-s, nuk jenë prunat komunës Fushë Kosovës. Bile, me shku edhe ma tej, du me posë nështë edhe bugjetin e planifikum. Nuk mujna drejtër, tash po të shë, se dhja është pjesë e dikasterit të në kja ju, po besoj që kjo është e shkrune. është e shkrune ligji për shpronësimin. A ka nevoj? A ka nevoj më shpronësu? Ka nevoj. A ka nevoj keq të ngostra katastrale? Nuk ka nevoj. Është e parësyeshme, do të më na dhoni një arsyeshmëri pse me shku blanko. Pse? A u dash mi hiq 3 parcela në miradi tepër me që i kum identifikuane. I kam shënuar këto që i kum identifiku. Përveç kësaj është edhe në Slatin. Në Slatin është parcela 44V02. Sipas disa vendimeve tjera këtij kuvendi, ky është privatizuar, është shpall zonë me interes veçantë. Kjo parcel, edhe kjo është kontest gjyqësor drejtar. Parcela 0004V0. Komuna e Fushë Kosovës, bordhen nashta mënet me ju kujtu, ka dosh me marrë një vendim për ndërtimin e shtëpije të kulturës, e pas shpallëzur me interes veçantë, edhe ka mbet në gjykatë. A i hekun 3 prunat miradis, po se në evidentu, edhe një u evidentu, është pruna e stadiumit këta. Parcela 77V034 është parcela e stadiumit. Këta e kemi votu në 2022 si zonë me interes veçantë. Apo kuptoni, është një material që të qetë në konfuzion. Është një material që të qetë konfuzion se kur ki që ka ngostra shumë, atëhere është me nështë ta me identifiku krejt. Se njëri adin dhët 100 kusurjen, hajde pe marrë një mostër 5, po pe 5 me dollë 4 që janë ose në kontest gjyqësor, ose që janë vendbanime që 100 vjetë, edhe na po dojna mi shpollë zonë me interes veçanta. Qysh me votu na, kur e kena votu parcelën e stadiumin 2022-ën? Pse se keni hjek? Unë nuk e di, a ka orë kjo prej drejtërisë katastrit apo prunës? Atëherë drejtër, nëse so orë, kush e ka përgatit qitë dokument, let vjen, let na thot, po bre, e kena bo qitë gabim, Na, po, unë menoj që do të mu shty kjo pikë, që ky ekip që ka përpilu këtë dokument, mu ullë mi këshyrë të ngostra dhe njëherë. Se po thëmë, veç në 10, ose veç 10 mi morë, cila do qoftin, 3-4 kanë me dollë që kanë me probleme, ose prënsore, ose në gjykata, ose shprënsune, që për shembull është një ngosër që është mes orave. Cili është interesi komunës në miradi tepërme, në mes orave, me shpoll tash zonë të interesit veçantë. Ku thirrnin ata? Cila është arsyeja pse na duhet me votu ata? Jepni një arsye për secilin ju premtoj që kena me ja votu. Ose bini një dokument me 5 parcela, thoni kena me ndërtu shkollë, kena me ndërtu palestër, kena me ndërtu çka do qoftë,
Na kena me votu, por nuk mujna me votu blanko, me kaq shumë gabime edhe pa asnjë sharim. Çka ko sharim? Që to është vetëm një fletë që referohet do ligjeve, do udhëzimeve, edhe janë 175 parcela. Asnjë sharim tjetër nuk është. Andaj kur ti bëni dokumentat, bëni ma të kompletume, ose nëse janë kompletume, hajde s'poko ana kanë një sharim këto, edhe me na bin neve të ke fundit vendimet që janë të mira në përgjithshme është mirë me posni me votu në mënyrë unanime. Nuk jena na me votu kundër çdo vendimi që bëni jo. Mas këtij vendimi kena me votu vendimin ashtat. Mbledhën e ashme ashtat kena me votu diçka. Kur na bëni, edhe kur është për një merr puna serioze, edhe dokumentacion rregull. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Laurat, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, fakt se nuk e shoh kolegë dikush, nëse ju më thënë të tjerë, po valën pare me përtrohëm propozimin për shkollë interes program kredike, po në bazë ligjore që është Programit komunal, ma shumë pitet për prona të komunës, se sonë prona cilat janë menaxhimit të administracionit kosovar të realizimit. Dhe linja 24.5 thuhet për realizimin e këndimit të pronës parapakesh do të jenë të siguruara mjetet financiare për realizimin e projektit me interes publik. Që në këto raste edhe më ne që këto materiale të mangta, edhe na jemi për që të lejohen ose të bëhet shkembimi i pronave për ndërtimin e projekteve që janë në interes të qytetarëve të Kosovës, sepse ka mungesë të pronave publike për ndërtim të tyre. Po, faleminderit, siç e dini, në bazë atij ligji, pronat janë të shtetit si komunës ashtu edhe AKP-s, janë prej linjës së njëjtë, prej kodit të njëjtë. Pra dhe përbohat shërbime ose të me shpërzim përdoret kodi i njëjtë, ose mund të shtu me pasën tjetër me 20% të pagesës, që na për momenti për shpallu si zonat e interesit publik, pasi janë procedura tjera që vazhdojmë, dhe që kemi më mëmonë në partë. Ka ndryshe, nuk ka me var problemi me të pjesë, o marrë dhe sëndrime të tjera, më s'kena omën si që e jepë edhe një komentet. Përveç, mas për dykasa, po dikush, po dykasa, këtë në muzio. Tash, bërë të prunën publike, se në në këtë rast, po ftosim për parcela, se të prunën publike mund tjetë edhe rrugë, mund tjetë edhe objekt, mund tjetë një zonë e veçantë, e kështu në ro. Unë e konsideroj në nisme së shumë e rëndësishme një lloj shkollje e interesit publik, për shkak që ka të bëjë me vizionin e komunës. Nuk është veç për sot, po ka të bëjë se si duket ndalë në Kosova, përsa e përket shfrytëzimit të këtyre pronave publike. Komuna është obliguar në muajin e fundit çdo viti kalendarik me publiku listën e pronave ekzistuese. Dhe pastaj më vazhduar me këto prona që janë komunale edhe të AKP, sepse në bazë të ligjit të pronave publike, jo vetëm prona komunale është pronë publike, po dhe prona shtetërore është pronë publike, që është në menaxhimin e AKP-s dhe faktikisht rregullohet me ligj të veçantë. Kur qeverisë i vyn diçka në pronë e komunës që aja të kthen në interes publik, komuna nuk mundet me i dalë përpara, po në këtë rast duhet me u përgjigj qeverisë. Dhe anasjelltas, kur një pronë e qeverisë, komuna dën me shpall për interes publik, atëherë edhe qeveria në mbledhjen e saj me një vendim dhe kthen vendimorin komunës dhe komuna kësaj e kthen në interesin publik. Prandaj nisma e mbështet për shkak se ka të bëjë me vizionin, ndërtimet po ecin, infrastruktura nuk po mund me ndjek këtë trend të biznesit që po shkojnë me ndërtime, sepse do të mja përshtatet dhe rrugën edhe çdo infrastrukturë tjetër, prandaj mirë është me pas një pasqyrë, mirë është me pas një planifikim, sepse çdo sektor mbrana komunës. Ne jemi në fazën e hartimit të dokumenteve strategjike të komunës, po flasim për planin komunal.
Po flasim për plane për sa i përket të drejtorisë për zhvillimin ekonomik dhe nuk e dim ku i kemi pronat, apo këto planifikime nuk e mund me identifikue cilë është interesi publik që përthiet në interesin e qytetarëve. Prandaj, ky lloj planifikimi para prak dhe që lidhet me vizionin me të ardhmen e komunës është shumë i rëndësishëm dhe nisma e të shkollën për interes publik në një mënyrë edhe për pronat që faktikisht kanë të bojnë me qeverinë, me nivelin qendror, komuna përqet ata para optit krym, që me pas një lloj pasqyre se çka do të fushkësuar të ardhmen me këto prona publike dhe që realisht fokusi është interesi qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nëse s'ka diskutime tjera atëherë po, ne po tentojmë të rritë masinë të komunës dhe pronat të komunës, në mënyrë që mos me rastis, sepse të kaluar mos me zonë që më thënë, por kemi sa më shumë prona, sa më shumë hapësirë, zonësh për kthehen në hapësirë të komunës. Ai kemi kontrollu mirë që to parcela krejt, se këtë nuk kemi dhënë sharrime detajume për me numra fleta poseduese, a janë procedurë gjyqësore. E nëse janë procedurë gjyqësore, që shkemi votuna? Po, qytetëria që ka qenë procedurë gjyqësore, po i largu. Kërë identifiku status. Jo, qytetëria që janë procedurë gjyqësore i largu, ato morën vendim për këtë tjera. Tash, specialim tjetër që është jashtë kësaj pikë të renditës, për lidhët shumë me historikun, se çka është vetëm kaluar që ka prezentuar politikë. Sa zonë. është shpatni fërorën në vitin 2017, mos më jemi nga bu Ali Ligja, si zonë e interesit publik ka shqiptronë në pro-privat. Ajo është këtu në përdojë për Voreza, shërmirat i tepër. Edhe ajo është shpatë zonë e interesit publik, dhe pastaj janë të procedurat tjera që shkashtu dhe të estetimit e përnorit e Megjithatë, edhe nëse janë procedurë gjyqësore, nuk ka nevojë të lëshosh se ti shpozon të interesit publik. Kurrë që jep verdikt në gjykata, ti vazhdon në procedurën që shkëndon ti. Tanë, është janë këto. Edhe nuk se kesh përdorur. Edhe ne. Asnjë problem nuk ka. Edhe nëse cila do të është në kontekst gjyqësor. Ajo në forma, një kalonë se që ka në forma. Komuna ka të drejtë, me shkollë zonë të interesit publik. Edhe pse destinimi i sajna, ose gjendja faktike së dronë nuk është definuar, sepse prandje vendim gjyqësor. Tash, kur ti tenton me marrë si pronë komunale, me përkthy si pronë komunale, atëherë duhet prit vendimin e gjyqit. Na veç për shkollën zonë të interesit publik, prona të interesit publik. Nuk kemë të i mohë, hala. Se s'mujna me i mohë, se jemi procedura që na presin vazhdim për i ku. Na për momentin që në parcela që i kemi këtu, i kemi për shkak që përdojna veç për shkollë zonat të interesit publik. Procedura tjera janë masnejnë apër komuna i këti për këtër, e për shpronë se ose në dërrejnë të pronës ose të rindestinim. Pra, në këtë rast, propozimi ka arqe, këto 3 parcela që i lezu, me u largu për kësaj liste, prona tjera me u shkollë se zonat të interesit publik. Nëse ka ta zonë, edhe prona tjera, që ka jenë procedet gjyqësor, nuk paraqet kërfar problemi, për shkak që s'morët asë në ndryshu historike ose prone pa marrë verdiktin gjyqësor. Që du është shalimi kësone, të mënë, cilin do vendin që e morëm, nësim të e morë problem, jemi që të shkollë zonë të interesit publik. Që du është shalimi. Daurat, e ke konsumu edhe Një minut. Kërësus është një kontradikt, se ti vetë largove për një radisë të parcela. Unë po të thëmë që është edhe parcela në slatin dhe vogël, 004-0, është në gjykatë. A bëdëni me lonë pjesë propozimit dhe jo, pjesën e stadiumit. A e dini që e këna morë një vendim që e këna shkollë zonë një veçanë. Pra për të inkorporuar me këto, që kjo të bënd me ditë, që këtë dokument nuk është i përgatitur mas një analize dhe mas një rishikimi të jetim e parcelave. Që kjo është dëshmia pse që këtë vendim nuk duhet me valu. Se po shumë mangësi dhe po shumë gabime. Që kjo është dëshmia majnë i rastë këtu, po të këtuat me rritë pasuria dhe asetë komunës.
Heku stadiumin. Jo se heku stadiumin. Ka në shkollë edhe. Nuk ka lidhje. Kjo nuk është pengesë. Ai të kuptoni sa. Kjo nuk ka pengesë. Absolutisht nuk ka pengesë. Por nuk është pengesë. Për çdo parcelë që ka ardhur këtu për ekzekutivi, ka ardhur në shkak që është në interes të përgjithshëm. Çdo parcelë që ka ardhur për ekzekutivi, me u largu, është në raport ekzekutivi që duhet me u largu, edhe na kemi me mos i përgjithshëm. Na, të qesën në motiv, me këtë tri partida të largume, kemi me procesu, jenë organe tjera që kanë me shqyrdu aktin cilin na pe morëm sot, edhe vazhdojnë atutje. Ta shtiru mëni me vazhdu prap, njët me bo ankesat gjysore, që kemi programin e juve, në regull kjo, plët respekt, po, unë e përfundova, Alia që i dorë para të jetnik, pasina të ti, masaj të evaluat. Po, Shiko, nderuar i kryesues, po besoj që ishte qenë mirë me qenë zyra ligjore këtu, ose një përfaqësues ligjor në mos sharu që të pjesë, për ndryshe, unë e mbështes në kuptimin asoj që ju e keni kontrollu, ashtu që tha Rahimi edhe shumica këtu e keni kontrollu këtë farë liste, sepse rrugët e kaluara ndje për mos vendime, kur jënë këty nga ministria si rezultat që nuk i kena shpall si zona ose si prona komunale që obligohen me veç shpall. Na pi para mirë po besoj që jeni edhe të vetëshëm kryesues, që kemi qytetarë këtu, që kanë bërë shkëmbimin e pronave nga KBI-a në kalumin që kanë qenë kombinatit dhe kanë bërë shkëmbim e pronave dhe ato ende nuk e kanë ndryshu statutin. Dhe po besoj që këtë listë ju e keni shurtu, për ndryshën e thash në komitet kryesues, e mbështeta në komitet, e mbështes këtu në bjatë parime një vizionit edhe me i kasetet, edhe me pas pak si të gashme, sepse mendoj që na në parim i shkollën, mandej për se të celen zonë, duhet me quni kërkesën qeveria me bashkëbisedu me AKP-n, edhe me hi negociata me komunën për pjesën e 20% nëse ku ta bjone. Ideja është që kishte qenë mirë si asamble komunale, gjithmonë këto edhe kur kom qenë kryesues, edhe kur kom qenë pozit, edhe opozit, unë ekzekutivin e ku majtën me këtë pjesë, kush e ka mbru zyra e kryetarit, se këtu këto zyra e kryetarit, kishte qenë mirë, e thash edhe në komitet, me qenë të pajisur, për se cilën zonë, për se cilën pjesë që po flitet, në Miradi, në famozotele, kështu me rodhë me ditë, për shka, na sot, në mirë besim, po votojmë diçka, e që unë personalisht pelon dërgjegjën e juve, në qovë se gaboj, se po besoj që e kina analizu mirë, për ndryshe, këto zonat për i heket Miradi tepër nuk e di qka heket, nuk e di këtu qa kini vendos, ka njerëz aty që banojnë që 10 vjet, 20 vjet, 50 vjet, 100 vjet, ja ka marrë ishtë Jugoslavia këto pronat, ja ka dhënë dikun tjetër, dhe unë gjithmonë po besoj që ju e keni studiu këto mirë, e keni analizu, dhe në fund keni orë me një verdikt, dhe mendoj që ka vjedhën fitrat e dytë e tretë që andej për se cilën ka pas. Edhe zyre ligjore po besoj se ne kena marrë vendim kryesues, ti ke qenë prezent, për 7 prona komunale, që ka qenë në interes të qytetarëve, prona për Valeza në Fushkosovë, që jemi keq për ato prona. Mandej kemi marrë stadiumin që jemi keq, që jemi ka investojnë në pronën e AKP-s aty. Mirë po, mendoj që i kemi marrë ato vendime në qovë se thuhet që nuk ka gabim, edhe në qovë se i marrim 2 herë, unë nuk jam ne par juristi, fundja, dhe jam lejt, po e di që unë sot e kisha pas ma të jetë me votu, në qovë se e kisha ditën për që të promë për 7, 5, 1, ka të bëj me stadiumin, tjetra ka të bëj me Vareza, tjetra ka të bëj me një promë tjetër, ka të bëj me një promë tjetër, e kisha pas të për dyshën parin janë për është mirë ju si kryesues, me ngrit një alarm që unë e ku ngritë që s'ku mujtë me shty shumë për para kita gjendë, që na mu pajis si vend komunal, mu pajis me dokumenta pra në përgjësi, jo veç si përfasor, se nuk janë krejt jurista dhe krejt që marin vesh me punën e ka pasur. Faleminderit shumë. Po, shqecimi është me vend, edhe të zyrtarët e drejtorisë kemi kërkuar në komitet që me na pajis me për se cilën parcelë me pas të paktën një foto
të pjesës për marrë për gjeoportalit ose ku është e caktuar, po nuk na ka ardhur, kështu që unë po kërkoj këtu para juve edhe po me tentu me shtyp këto ma shumë, që përse zonë Barcelë më orë të pakte në për e-maila që me pas për ndryshe dhe puna e-mailave është një procedurë që besoj ka marrë më shpejt, është e domosdoshme. Etnike këtë bu fjole, shumicën që tha Aliu, kështu unë thash qysh me votu që të pi, kur trit para që i verifikum dhe në nga. Nuk e di unë thash si pas që sajnë anë, po besoj që se verifiku as tjera. Thash në qëse shto të rria dhe regabim dhe verifiku në tjera, ku me ditën e që nuk jem proces gjyqësor. Për çfarë arsye na më marrë një hap goçëm, me votu, po nuk përshtymë si pitani, të i verifiku prona, edhe me posë edhe na jem për me përfitu prona, për komunën mirë, po jo në qësi lojë. I ponë na janë shpia që jetojnë që 100 vjetë, jetë përshqiptu edhe dojtë kryetari, zdi që ka mujtë nga muaj 3 parat. Në bashkë që të trija, nësë ma mërë se ka ditë. Po nuk e di arsyem se qyshte, kështu që veç ta do me di që nuk po presoj unë e tash që s'ka dhe tjera. Kështu që ma mirë kishte me qenë, nuk që si di, në që janë qash urgjente mi përkry, të më thonë mi po një interes publik, pa u verifiku. Se të shkon të shka urgjente, kështu më bove qash për cilë dhe të shkon problem. Kështu që unë po më dhej që nështë avon mirë është mu verifiku në herë më shumë. Ky vendim nuk do me thonë që shpronsohet prona me njëherë, dhe bojmë qartë. Veç shpallë zonë interesit publik. Veç shpallë si zonë interesit publik, që ju në kom përqenë që kemë, që këtë do të publiku dhe me faqe, dhe prona tjera për ka komuna. Që ne e shumë një redin kalunë që shushu që ka më bo, e qenë se ky vendim është më shpallë. Edhe nuk e penga absolutikisht, asë procesin gjyqësor në marrëtimet, asë nuk ndikan, se nuk ka vendim që ndikan direkt në drimin e pronës edhe pronare. Kjo është veç në shpallë interes publik. Ligji krejti qartë nuk është në qito, po e lejon komunën në marrë vendim në shpallë interes publik. Edhe kur është në proces gjyqësor, kite drejt në marrë, por nuk ki drejt në marrë vendime me druga pronë katastër. Kujtes shumë mos të veprojmë në druga katastër. Vendime për ndrimin e pronarit s'ki drejt. Për në shpallë interes publik ki drejt. Vullnetet s'ki pikë, përgjithësit e keni jo, edhe ata zyrtar, kur të që qovë drejtër, përgjest nëse ka bu t'i shkajnë në mërat fletas proseduse, e na jena këtë për me kontrolu. Në nga arshëm tjekë mujtë, edhe kërgojmë përgjithësit nga drejtore, nga se zyrtar, se aj ka fu atë qëllëm, shumë a pa qëllëm, i ka shti numrat e përgjithësit në këtë listë. Që të cishtë drejt, faleminderit shumë nga për këtë shari në shtesë. Për ndryshe, unë e inkurajoj ekzekutivin që unë për ndryshe e inkurajoj ekzekutivin që në çdo seancë më afru prona që të më shpallë zonët interesit publik. Kur që të keqe nuk ka, sa ma shumë prona që shpallë zonët interesit publik, aq ma mirë sepse i sigurojnë prona ma shumë për interesin të. Ja shtet shumë. Po, dritëm, do është në diçka me të? Në ndorin e trashëgëmi edhe kemi shpallje publike. Faktikisht edhe kjo vendem dhe ta kemi shpallje publike ku qytetarët mund nga të këtyre parcelave. Zakonisht te Agjenzia Kosovare e Privatizimit, kur ndodh privatizimi, janë të cilat janë në kontest, apo një të kooperativa bëjësore i qojnë në lomën e posaçme të AKB-s dhe ajo merret me trajtimin e tyne. Kështu që ka dhënë të vetë identifikat, se shtesë e pota i ka pjesë për që me posë në shpallje publike. Në momentin që mirët vendimin normalisht që shpallë publikisht, për ndryshe edhe një kërkesë të vogël e kam edhe përmbyllur diskutimin për të përgjithësisht në votim me njëre, është asamblisa, kolegë të nderuar, ju lutem, e keni mundësi me verifiku se në pronë edhe në gjeoportal, edhe vetë, po me qenë se e keni të drejten me kërku dhe materialin kështu fizikisht, atëherë është mirë me pasu se fizikisht ose një mirë, po mundi me verifiku për cilën do pronë që ju e nevojitet. Atëherë, për qenë se votim, kush është për këtë propozim me këto 3 mosa të larguara. Kush është kundër? Abstenime? S'ka me 17 vota për, kalem kjo pika e randit të ditës. Vazhdojmë me pikën e 6 e randit të ditës, që është propozimi për ndihmë financiare të personave me autizëm dhe sindromin Down.
Atër, drejtërish, fjalla për ju. E kam ma herët e do të tash. Faleminderit kryesus. Atëherë, duke u bazuar në nenin 12 dhe nenin 124 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, që garantojnë kompetencat e vetë qeverisjes lokale dhe mbrojtjen sociale të qytetarëve, nenit 17.1 të ligjit 03L40 për vetë qeverisje lokale propozojmë Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës që të miratoj propozimin për mbështetjen financiare mujore në vlerë prej 100 eurove për fëmijët me sindromën Down dhe fëmijët me autizëm banor të komunës së Fushë Kosovës. Arsyetimi është si në vijim, bazuar në kompetencat ligjore të komunës në fushën e mbrojtjes sociale dhe ofrimit të shërbimeve për kategoritë të cënueshme, si dhe duke marrë parasysh nevojën e vazhdueshme për trajtim, rehabilitim dhe mbështetje sociale të fëmijëve me sindromën Down dhe fëmijëve me autizëm, ndarja mbështetjes financiare mujore paraqet mas administrative të lehtëshme e të arsyeshme për sigurimin e mirëqenies sociale, mbrojtjen e interesit publik dhe lehtësimin e barrës ekonomike për familjet përfituese. Një sqarim shtesë, mjetët për këtë financim do të bëhen nga subvencionet dhe transferet. Ju ftoj që ta përkrahani këtë propozim. Ju faleminderit. Së mbështesim përqeshëm këtë pikë, me qenë se që grupë është i fëmijëve të cënushëm, si me sindrom Down dhe autizëm, dhe anësën barën ekonomike familjet të cilët e kanë parë familjes të tillë, kështu që mbështesim përqeshëm dhe kërkojmë miratime nga të tjerë. Faleminderit shumë. Lirat të trafike. Faleminderit kryesus. Para vetes e kemi një propozim që prek direkt familje që përballen çdo ditë me kujdesin ndaj fëmijëve me sindromën Down dhe autizëm. Mbështetja financiare prej 100 euro në muaj është një hap i mirë dhe i domosdoshëm, por realiteti na tregon se kjo shumë nuk e mbulon barrën reale ekonomike që këto familje kanë. Këta fëmijë kanë nevoja të vazhdueshme për terapi zhvillimore, materiale, higjienike, kontrollet të shpeshta mjekësore dhe medikamente. Shpenzimet mujore e kalojnë disa herë shumën që ne po e ndajmë. Prandaj, duke pasur parasysh rritjen e kostos së jetesës dhe nevoja specifike të këtyre fëmijëve, si grup parlamentar, propozojmë rritjen nga 100 në 150 euro. Duke votuar këtë rritje, ne tregojmë se komuna jonë nuk e lë askënd pas dhe solidariteti social është prioritet real. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, në emër të PDK-s, Faleminderit, i nderuar kryesus, në parim dhe me vot në emër të grupit parlamentar të PDK-s do ta mbështesim këtë pikë. Po ashtu edhe në emër të grupit të grave të Kuvendit të Fushë Kosovës, do të kërkojmë në të ardhmen edhe një qendër për këta fëmijë ku do t'i mbështesim edhe më shumë këto nona, kështu që është shumë e qelluar si projekt, e mbështesim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, ani fjallë po? Nderuar kryesus, të nderuar kolegë, në parim se këta kolegët, padyshim që duhet me i mbështet këto kategori dhe vërtet ju përgëzoj drejtoresh, është një vendim i mirë, një hap i qelluar. Po shoh se ka mundësi jam dakord edhe me të tjerët në këtë rast me Lidhjen Demokratike që me rritën 150 euro. Ajo që po më shqetëson, me qenë se
po mënona me mbajt, sa ku me mujt nuk e di, me qenë institucionalist, ato që nuk e kam përfillën, edhe normal që kur i ki shpresat e mëdha dhe kërkon më shumë, drejtërisht. Kështu që unë kom shpresat mëdha për një ndryshim më të madh dhe kërkesat i kom më të mëdha. Në Komitet për Politikë e Financa nuk ishit për arsye se kishit një takim tjetër dhe e kuptueshme. Ideja këtë që është mirë me pas një laborat, kuptimin asaj, kur ta merr listën asambliste për pikën e rani ditës, sa kemi koston nga subvencionet që ka me na kushtue është gjys milioni, 1 milion, 2 milion, sa është koston. Kjo është ideja. E dyta, normal veta, sepse nuk e di këtë pjesë, e kum lypën që 15 vjetë se kum gjetë, a kemi në list komuna, departamenti shëndetësisë, a ka një list në komunën e Fushë-Kosovës se sa persona, sa familje i kemë që i kanë këta fëmijë me nevoja të veçanta e të tjera, sepse duhet me qenë një database. E di që ajo database duhet me qenë e kujdesshme, se dhonat personale duhet me qenë të kujdesshme, sepse në të kaluarën dim që kemi edhe familje që i mojnë edhe fsheft, edhe nuk i paraqesin këto gjëra që është gabim, sepse duhet me kërku ndihmë institucionale. E dim që Qeveria e Republikës Kosovës i mbështet me një diçka të vogël, e që gjithmonë a priori kuptohet që pajtona Mermalin, i cili thotë që me pas mundësi, ndoshta gjithçka duhet me bo për këtë kategori, sepse vërtet nuk është e lehtë me pas një antar të familjes në atë gjendje. Mirë po, na si asamblist, për me votu ma letë, duhet me ditë një kosto drejtoresh, sa ke planifikuen këtë vit, sepse mos harrojmë edhe një gjë drejtoresh, ju këtë vit jeni kapunoni me një buxhet të cilën e keni të votum, edhe pse spajtoni me atë buxhet, edhe pse se dikush tjetër ja ka pregadit juve, nuk e keni pregadit ju, mirë po a keni mujtë në qëtë farë buxheti pak me me dajt nga subvencionet e shëndetësisë, dhe sa është kosto, sepse normal që aty ka kërkesa dhe tjerëve me kancere, kështu me radhë, kështu për ndryshe, pa dyshim që ju përgëzoj për këtë iniciativë të cilën nuk ka ndodhur më. Faleminderit. Faleminderit shumë. A le dikush tjetër? Po, drejtoresh, nëse do të shani mbështesë. Pajtohem me asamblejistën Krasniqi që nevojat për rritjen e shumës dhe nevojat e problemet me cilat ballafaqohen këto kategori janë shumë të mëdha dhe kjo shumë është simbolike. Mirë po marr parasysh që në qeverinë e Kosovës edhe në Kuvendin e Republikës është në shqyrtim ligji gjithëpërfshirës për personat me nevoja të veçanta, derisa të miratohet ky ligj na marrim një farë mase lehtësuese për këto kategori. Përveç kësaj e tha edhe asamblejisti Ismaili që përmes Ministrisë të Drejtësisë ju bëhet një farë pagese mujore si kompenzim, si ndihmë për këto kategori, pra për autizmin edhe për sindromin Down. Përderisa për dy kategori tjera, për të verbrit edhe fëmijët ose personat në përgjithësi me të pamur dobësuar, edhe për personat paraplegjik e tetraplegjik, ekzistojnë ligjet, do me thonë këto kategori përfitojnë prej ligjit, e kanë edhe një përcjellës, ligji ja mundson edhe një përcjellës, përfitojnë edhe shërbime tjera, si me thonë përmes ligjit, shërbime mjekësore, psikologjike, fizioterapeutike e tjera. Këto dy kategori kanë qenë të përjashtuara. Mirë po me zëvendësu pak këtë farë ndihmese, Ministria e Drejtësisë e ka dhënë një buxhet. Ligji është në shqyrtim, kjo është një farmase, si me thonë, e përkohshme derisa të miratohet ai ligj, edhe komuna shpreh vullnetin e mirë për mi ndihmu si kategori. Sa i përket shumës totale, sa ka me qenë kostoja ka me qenë prafërsisht dikon të 10.000 euro. Kemi disa informacione në bazë të dhënave të QPS-s, Qendrës për Punë Sociale, që janë dikon prafërsisht rreth 70, me autizëm edhe me sindrom Down. Mirë po, për me u bë, si me thonë, verifikimi, shqyrtimi këtyre rasteve,
ka me formu një komision profesional që ka me trajtu se cilin rast veç e veç, aty kemi me dit edhe numrin sa, mande edhe totalin sa ka me kushtu. Jena mundësi me rritë në falë drejtoresh propozimin e Lidhjes Demokratike me qenë se s'ka ka shumë e madhe 80.000 euro, është mundësia me rritë 100 euro apo jo? Aktualisht, Drejtoria Shëndetësisë i ka rreth 500.000 euro për subvencione dhe transfere. Këto e vendosni ju, propozimin e dha LTK-ja, e hedhin votim kryesuesi edhe propozimin tim edhe propozimin e LTK-s, për këtë do që ju votoni, atëherë vazhdojmë. Ata kështu, po faleminderit shumë drejtoresh. E kam ndodhur sa në shtesë. Po vesh të ata kështu. Rekomandimi që ka ardhur është për mbrojtje e tina. Të dashur kolegë pak vëmendje sepse mas ne tani kemi me hedh votim dhe dim çfarë votojmë. Ali Ismali, kolegë nderuar, për pak vëmendje. Rekomandimi është kështu për procedim shqyrtim Konventin e Komunës të propozimit për ndihmë financiare të fëmijëve me autizëm dhe sindromin Down. Në shumën e mjete financiare për 100 euro në muaj dhe realizimin e pagesave të tyre çdo 3 muaj nga kategoria subvencioneve në shëndetësi. Pra, ato qëndrojnë kështu drejtërisht. Çdo 3 muaj mori 400. Subvencione transfere që duhet shumë për një person, aq sa e votim. Madje është se do të tyre drejtorisë shëndetësisë a vendos me vot 1 mujore, 3 mujore apo 2 herë. E qartë. Kështu, të pas parasysh në komunën tonë një fenomen e tillë nuk ka ndodhur kalume. S'po parashikojmë pse që shtek, po veç se po bëhet për herën e parë. Atëherë rekomandimet edhe nga ekzekutivi kanë ardhur që me startu me 100 euro. Kur të vjen komuna në planifikimet e tjera, atëherë ka mundësi ndoshta edhe me rrit kjo pashume, e kemi mundësinë me rrit në momentin kur e sheh edhe ekzekutivi që është e përshtatshme me rrit këtë shumë. E mira këtë kësaj është që pe filloj me 100 euro. Edhe që kjo është e mira. Tani, atë 500 euro janë pak, 1000 euro janë pak, nëse plasëm për këtë kategori. Po, për nisëm me 100 euro me qenë se vullneti i ekzekutivit është me fillu kjo procedurë, në rëto nuk bina, fillojna se cilën ere të rrit, kështu që po shkojna me rekomandimin e ekzekutivit, e masnena në të armën në shohëm që sa ma shumë që rrisim, aq ka me qenë edhe nevojshme në të kategorisë. Po, Së shikon regionalin kështu dhe nuk po duhet një politikisht që kjo propozim në jam se po më duket e mund pak një kohë tjetër. Unë në ashtë apuri që teme dhe me emocione, së një me prek në ashtë edhe në familje. E di saksisht sa shpenzimet janë. Për të resa është mundësia, se është mundësia, sa e kuptohane është mundësia. Në kolida e njësë me 50 me 100 me 200, është mundësia me qenë shumë me amadhe, se mos me pas një start, pasi që kur nuk ka qenë kjo shtetje, me qenë një start i mirë. Që kjo është esenca. Jo me kam politike, kush e qiti, se nuk ka lidhje, kush e qesë në qëse. E kom fjone për mos me lonë mundësi shumë edhe me diskutu që të papirë, se këto shkak të në tjeshmërisë. E kom pak ma shumë, e nisëm iniciativë bashkëve në qëtarë. Dhe rrisëm që të tjera, shumë bashkë. Po për nisëm me qenë se po fillojnë që shtu të morë propozimit me qenë të ekzekutivit, të nëntarmen, bashkë e nisëm iniciativë dhe si kuvendë dhe me rritit shumë. Nuk shadosh me dollë asë një si grup parlamentar, po asë kolegët e subjektet e tjera, para 2 propozimeve, një 150 është situatë ndishme. E pora, e dyta, na sot kemi një qeveri e cila me ligjën e buxhetit e ka proklamu një rritje edhe të rasteve sociale, edhe pensioneve dhe nuk ka më pension 100 euro. Kështu që rjenë rasti që qyshta okej, nuk është pension, por si ndim, është ndim, edhe drejtëreshe se janë 500.000 euro, e 80.000 po shkoj kanë për qëto, pse mos me shku edhe 120.000, edhe sa do pak për një mem, masi po niset një punë e mirë, një punë e hojrit, mu nis me një shumë pak më të madhe që sa do pak me aletësu familjes. Jesus mos na qëtë në parë në situatë që mos me dita me votu 100 euro, 150. E kja në kryetorin mirë shumë që erë, në kryetorin lëna të regon mundësit financiare, a monet me i po për 150. Asi qyshtë, me doshtë, na me doshtë, dëgjani. Na me doshtë, dëgjani, nëse me me kjo, thamë, në gjeshmëria e rosë, asë të klasën për qëtërisë. Mos të bojna politikë.
vetë vullneti ekzekutiv, veç për me njësë këtë pune, është për mudu, atë të kitë më bështetë. Tash muja, maksimum e mund me dhorë dikush të azori për dy bëste e paragjikojnë më së më rikështu, dhe dhe tash në përdojna 200. E dy tjerën me në 500. Na për njësëm e njësëm shkëva në ekzekutive dhe vazhdojnë. Po drejtoresht njësëm. Pa tjerë. Se nuk do shta me hisë është pak e ndishme si që është kështu, po janë edhe 126 raste që janë të ushqirtu. Do më thonë edhe ka me shku kostoja. Mos të nga fillimisht edhe të pas parësisht ato dhe Asamgjis dhe Ismaili që janë edhe kategoritë tjera me probleme shumë tezore, edhe kategoritë tjera me probleme të bashkimit, që fillimisht, po jo rrisë gjëve që shtoj me vlerë një qëtërë me mësime e rritje. Tash nuk shkëm rëkjate e qezëm, se këtu vomi planifikimi që nësë njësë kjeri cekit. Edhe me që se... Jo, të rësha ka mundësimi për qitë propozimi. Adem Brenga, qitë propozimi dhe? E, tash. Një moment, të bërën da përdo mos të qesë në dy propozime për të qëtë, se me të vërtet, edhe nuk mus personalisht nuk plasë, nuk përqenë një, që kësë është e vjetë. Po vazhdojnë me propozimin që ka orë prej ekzekutivit, bashkarisht, këmë përshtesëm, në tarë në thash, nëse ka nevojë bashkë si kuvend me memori iniciativë për me rritin të kemi me konsultu me ekzekutiv, me drejtërinë e financa, me gjithë, për e mujtë me rritë to si ekzekutiv, si legislativ. Por, shkojmë me që da, se nëse fillojnë ashtu, si cilin vetë ka të drejtë me dhonë propozime të ndryshme edhe me shku ke vlerë në shalat 2-3 mjerë. Me qenë se është hapi mirë, vullneti është i mirë, të procesojnë në qështu. Po, Gjavra. I vetëmi fundit sem është ta që është për me bërë politikë është qësitore. Nuk është qëllimi grupit tonë më bërë politikë. Kësus s'po të kena një konsenzus për tema ndishme, pozit dhe opozit nuk bërë bashkë. Edhe propozimin tonë që është shumë racional edhe ka mundësi buxhetore, nuk për merë dhe i parasysh as përdeni me qitë në votim. Unë e kësha dosh prej në kryetore, me dole nga prezentush. Drejtoresha e shëndetësisë nuk është përgjese për planifikimin e buxhetit. O dhe të me konë, në kryetari se drejtori financave. Dhe dele, se drejtori financave dhe nga thëtë që nuk ka se planifiku me diku tjetër, i kena qëto, nga njerëzim. Po që delë dhe të ku ka mundësi, bërë 150, nëse ka mundësi, le të propozën në kryetorin, le t'i konë 200, në prakë në mërë. Me të bo pasar, se përshtimi të diskutimi, nëse ka mundësi. Pas ka që dishëm përshtimi si bazar, pa e që deri sot janë rreth 800 raste që kanë aplikuar për subvencione shëndetësi. Janë mbi 800 raste. Veç ta kesh si informacion që kategori shumë e ndihshme në ta. Po ja nuk ka se cila kategori që ka bërë shumë. Mos se tani kështu po është pak pazarllëk, nuk ka mirë. Nuk është përveç është. Që të pas parasysh që të buxhet e kemi trashëgu, kemi shumë kërkesa, ta mbajmë një raste. Përveç unë mendova që as ka të posa të diskutojmë këtë pikë. Shumë pas ka vetë për personat me kancer, mirë po na po mundohemi sa do pak me ia bën një farë ndihmë, sa atë të kampionat. Po, unë me që Kosovova ashtu të votën. Atëherë, propozimi që shka orë prej ekzekutive dhe drejtorisë së shëndetësisë, kush është për? Faleminderit shumë, apo kundër, abstenime s'ka, konstatojmë që ka kalu ke pike rëndë të ditës. Vazhdojnë e pike rëndë të rëndë të ditës, është raporti adëtimit të jashtëm për pasyrat financiare të djetorit të Komunës së Kosovës për vitin 2024. Pasyrat financiare. Kështu të nëror kolegë, po përse që mundet po, orma zëtë shëshë kastishi, unë me do të përtore edhe të dëgjojnë më mirë,
E masnej, mas shoqërisë du me marrë një pauzë të shkurt për çka që mund duhet patjetër me shkurt 10 minuta pauzë, nuk është më shumë. E masnej tani kthejmë. Po ashtu? Masi që të një moment, 3 minuta. Masi që të jep sharimin e përvojtjen e pikës, masi na tani shkruaj pauzë për të japur një shkrim. Duhet me prejkë Përshëndetje për gjithë. Po filloj me pikën e randitës, raporti pasyra financiare për vitin 2024. Fillimisht po ceki se komuna ka për obligim për raportin e pasyra financiare të përpiloj planin e zbatimit rekomandimeve, që përpilohet masit pas pranimit, edhe të përpiloj raportin e progresit pas 3 mujve, në mujnë në nëndë, edhe në janar deri me 31 dhjetor. Më parë, ky raport nuk ishte përpiluar pasyre, për këtë raport komuna nuk ishte përpiluar planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Tash na kena përpiluar me 31 dhjetor raportin e zbatimit rekomandimeve, gjithsesi raporti i progresit, sa janë zbatuar rekomandimet. Raporti pasyra financiare për vitin 2024 është kryer nga zyra kombëtare e auditimit dhe që na mundson të japim një opinion lidhur me pasyra financiare dhe konkluzionet. Raporti përmban pasyrën e pranimeve, pagesave të parave të gatshme, raportin e ekzekutimit të buxhetit dhe shpenzime shpjeguese për pasyrat financiare dhe politikat e rëndësishme të kontabilitetit dhe raporte tjera për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2024. Opinioni i kvalifikuar për pasyrat vjetore jepet në rastet kur keq deklarohen dhonat në pasyra, kemi mos përputhjet e të kaloj nivelin e materialitetit. Pra zbatohet kur problemet janë materiale. Do më thot gjetrat janë materiale. Baza për mu dhun opinioni i kvalifikuar është sipas pikës B1 nga kategoritë ekonomike jo adekuate janë realizuar pagesa 899.000 euro. Kurse A nishi është prezentimi jo i drejt i buxhetit final të rezervave, raportit të ekzekutimit buxhetit pasyra financiare në vlerë për 80.000 euro dhe shpalosja jo e drejt e detyrimeve kontingjente, do me thonë obligimeve tona ndaj klientëve. Kurse bazë për konkluzione janë pika A2. 5 kontrata ishin bërë pagesat për furnizim për punë që ende s'kishin përfunduar. Pika A3. Në 6 raste projektet kapitali nuk ishin bërë vazhdimi i sigurimit të ekzekutimit kontratave, kohëzgjatjes. Dhe në 2 raste nuk kishte ofruar fare sigurim garancionin bankar për kualitetin e punëve. Pika A4. Në 2 raste të projektit kapitali ishin nënshua kontratat me vlera të ma të mëdha se vlera e buxhetit. B2 pika. Në një rast, procedurat e prokurimit fituesit të nderit nuk kishte përmbusur njërin nga kriteret të përcaktuara në dosjet të nderit. Pika B3. Në 7 raste, në vlerën për 34.000 euro, subvencionet nuk ishin bërë në pajtim me rregulloret dhe thirrjen publike. Pika B4. 7 fatura në vlerë për 46.000 euro, pagesat janë vënuar për te afateve ligjore 30 ditë. Pika B5. Komuna nuk ishte arritur që të bëjë verifikimin në sëpoku 20% të pronave të palyshme. Obligimi tatimin pron, aja kishte implementu vetëm 3.8%, jo 20%. Pika A3. Mos monitorimi i projekte subvencione dhe mos raportimin financiar dhe narrativ nga trio i që përfituse.
pika O6. Mos përfshirja njësisë me menaxherit burime njerëzore në procedurat e rekrutimit në 3 raste. Do më thosë s'ka morë pjesë menaxheri i rekrutimit fore, i burime njerëzore gjatë rekrutimit. Vënesa në realizim, pika O7, vënesa në realizimin e projekteve kapitale dhe mos vlerësimi i performancës së kontraktuesve në modulin e menaxhimit kontratave. Kontratat e qeras për pronat komunale të panënshua nga shfrytëzuesi. Do më thonë shfrytëzohet prona komunale, por nuk i ka nënshu kontratat. Dopsi në llogaritë e arktueshme. B6 dhe B7 mos funksionimi i njësisë auditimit mbrajshëm dhe mos formimi i komitetit auditimit. Këto ishin në pikat shkurta raporti auditorit të përgjithshëm, kurse gjendja e rekomandimeve në komunën e tonë tash është kështu. Prej 15 rekomandimeve, 8 rekomandime janë të reja, 7 janë të vjetra, të përsëritura. Po ka edhe rekomandime tjera që përsëritën veç pas viti. Pra, gjendja e tyre është 8 rekomandime janë zbatu, pjesërisht janë zbatuar 5, të pas zbatuara janë 2. Disa nga rekomandimet lidhen me rastin se me buxhet mund zbatohen. Me korrigjim buxhetit kur muajnet 7, 8, 6 kur bëhet. Nëse keni ndaj pyetje, do më thotë deshta një shpjegim të shkurtër rreth raportit auditor përgjithshëm. Këtu gjetrat e raportit, se kena bu planin, gjetrat e raportit jepet rekomandimi. Pastaj na kena me lloj përgjigje për veprimet që do t'i bojnë me zbatu rekomandimet. Do më thonë nëse janë shkelje ligjit a procedurave, çfarë veprime kena me bë. Nëse ka në pyetje dikush, ose mu jo për vendi. Përgjë shumë që atëre në mujnave procesu që dëni të i kalujnë në këto se s'kënë në mujnave dhe edhe raporti i auditimit të performansës dhe procesin e lejën dhe primorën në komunë në Kosovës, materialin ashtë që që kemi marrë, edhe kjo është veç informat ashtë që ka ardhë në material, kjo është përmjitjen, është një auditimi veçanë që është një procedur, i lejën dhe primore, në ka dikur të shka me falë për që me raportin të auditorit. Jo, së është punë me apeleje këto... Dhe gjëllera, ju të lerum të dash me bloku Komitetin për Politike Financë. Dash me bloku, në lutë, dash me bloku. Na u të rekum bashkëpunus. Edhe ja u votum, ja u plëtsum Komitetin antarën e Komitetin për Politike Financë. Në momentin që është liru, po të tani prap me votë. Kjo është e pasinqer, Krysus. Ju përmes nuk është e pasinqer. Ti po thos mujna, në rregull, mos e jap emrin, na vazhdojmë me emrin. Është mos se di që do uret pa se votoj. Nga më çfarë? Po, apo shumë të përfaqësues jashtë kuvendit. Po, ekspert. Po, ekspert. Kush e ka drejtën me propozues ta ekspert? Unë veç ja kam delegu kolegës tanë se unë të më lezu shtanë. Po kush i bën sta emra? Kush i din? Ai bin drejtërit për Koce. Po, për Koce është gjeni ekspert, tash shkojnë aty. Po kush janë ta? Ku me ditën e përkon me votu? Ti e përfaqësues ka një kanë. Kimi po? Për shembull, a det kur kon Arieta Berioni ekspert e jashtme. Shkon e partisë për jashtë. Njëta ata, mos e lejojmë. Oj, njëta. Po çfarë ekspertë e komunitetit e pakisë kur Arieta dhe mund të laboratoriet e skenas për ajo. Po çfarë janë? S'na po sa emër tjetër, për çfarë arsye do të Edhe na po s'kena postë të ela. Po çfarë do të më shudë? Ja, njëjta. Pyes të mos ta përzihet. Njëjta nasi ta. Vesh ti me postë çon, stani. Na jena pajtë më votu na një propozim juaj, po lëm hapësirën aty propozojnë ana ekspert për fushave të jashtme. S'ka hapësirë. Asnjëherë. S'ka hapësirë? Asnjë se kena. Kur? A po jap të propozoj që s'më ka një, sigurisht për të qenë. Ajo breza sa është ajo. Ajo me konsensus. Unë më shumë punë. Ja, to me konsensus shkon. Unë po lypi, unë. Por besë nuk punora me kohë shumë konstruktiv. Jo breza. Lidhet me
Demokratike të Kosovës. A e keni propozimin për anë? Melinda Krasniqi, po Melinda Krasniqi. Ka një pas të problem. Po jo se tash në ju në votoni, ju s'na votoni. Jo tash ti mos para gjykojmë këtë, tash ai na votot për punë. Kujtim. Na komë të votim. Janë komisione që në post punën Saktë. O, veç ju po tani me çdo është propozuar këtë ekspertat veç ju. Jo më kemi gjetë ekspertë. Ekspertë fushës këna, tamam për këtë punë. Po që ju jemi propozimin më të çesë, ne kush s'kam dalë kur kush. Jemi në drejtë në ligjit zotit votës njerëz llokut. Unë propozoj Melinda Krasniqin prej Kuvendit të Kosovës si ekspert të propozimin. Ili Rason. Shumë mirë. Partia Demokratike e Kosovës, a keni më dhënë propozim? Rajtër Nova. Faleminderit shumë. Atëherë, i qesëm një ka një votim. Po, i qesëm një ka një votim. Propozimi i parë ishte kushtrim e rena, kush është për? 27 të prezant. Unanimisht. Faleminderit shumë. Kush është kundër apo? Abstenimisht. Kushtrimi është anëtar komiteti. Po, Melinda Krasniqi, kush është për? Unanimisht. Faleminderit. Apo kundër? Apo abstenime? Nuk ka. Rahim Tërnova, kush është për? Unanimisht. Apo kundër? Abstenime? Nuk ka. Tash dolëm të ekspertët. Visa Reqica, kush është për? Po i mërë të stepër, më është një ekspert i 7 katosët, po 7 për, apo kundër? Apo abstenime? Ska, konstatojmë që visari ka lënë. Rina Dervisholli, kush është për? Faleminderit shumë, apo kundër? Abstenime s'ka. Ilir Hasani, kush është për? Niloj, apo kundër? Apo abstenime? S'ka, mirë dhe të ashtë. Nuk e konë, me lutë, demokracia ko qështu. Konstatojmë që u themelua dhe këtë komitet. Vazhdojmë të propozime për themelimin e Komitetit për Arsim, Kulturë, Riri dhe Sport. Lëvizja vetë vendosje. Lëvizja vetë vendosje, jem një propozime të lutë në rekomandime që ja kam delegu për mend emrat. Po, është një mundë. Lesë lëvizja vetë vendosje, për këtë komitet e propozojmë Zotrin Ulif Berisha. Interesant. Okej, edhe ekspertat e jashtëm janë zonja Amine Demiri dhe Kosovare Fetova. Faleminderit shumë. Lidha Demokratike, propozojmë edhe burimi. Ale Topolli, faleminderit. Partia Demokratike, Mizan Kulçin, faleminderit shumë. Atëra, a kena propozime tjera? Veç ata ekspert kush kanë? Që edhe njëri lezëm. Amine Demiri edhe Kosovare Fetova. Po, të dyja të ekspertit ashtë. Kandidate, Aminia, kandidateve të nduhet. Po, bre, duhet miratu edhe kamili. Po, bashkën? Po, bashkën? A ndërshojnë a bashkëmi një lutë? Po, bashkën? Na e hapësirë. Veç e ja propozime që se votoj ka një ka një. Pasë në rëndë. Pesë në i. U mërën që që? Vlora Gosh është mësuese, si më ndonë se është me... Vlora Gosh, po, a ki tjetër në propozim? Unë e sot kish, i që se më votim ka një ka një. Vlora Gosh. Mirë, mirë, vazhdojmë atëre me emrat. Propozimi lëvizjes vetë vendosje është për Borim Berishën. Kush është për?
Faleminderit shumë, apo më kundër? Është fjala për asamblistin, jo Po, absolutisht. S'ma ka propozimi i dytë. Po, propozimi i dytë është ale të folli kush është për Faleminderit. Kundër apo abstenime s'ka. Faleminderit Mixhen Koçi kush është për? Faleminderit shumë, apo kundër? Abstenime s'ka. Propozimet e ekspertave. Aminet e miri kush është për? Faleminderit shumë, apo më kundër? Abstenime s'ka. Faleminderit shumë. Propozimi tjetër kë? Kosovare fetao kush është për? Gjashtë faleminderit shumë, apo kundër? Abstenime s'ka. Edhe emri tjetër ke? Lora Gashi, apo? Lora Gashi, kush është për? Kundër ako? Kundër një. Abstenime ako? S'ka, konstatuim që nuk kalon Lora Gashi, komiteti për arsim konstatuat të terminuar. Vazhdojmë për komitetin. Dhe komiteti për shëndetësi. Tek shëndetësia, lëvizja vendosëm e jepni emrin e anëtarit të kuvendit edhe emrin atë ekspertëve që janë përgjithësuar. Nisë lëvizja vendosë e profesor Veronika Mekulle, kurse ekspertët e jashtme Hasime Kostanica dhe Djeza Mota. Faleminderit shumë, Lida Demokratike. Salam aslamikum. Këtu tash s'po përdoret kriteret gjithë të vura. Mirë, Partia Demokratike. Valem Murseli, valem i vetëm po jep, duhet me rimodelu që të parë. Asambleiste po, vendin e vetë. Absolutisht. Jo keni votat, keni pushtet, keni bërë edhe numra. Keni mundësi me elaboruar, si që pozita për në pushme si asambleista. A që pozicion e kemi, që pozicion e nga propozu grupi, ekspertat të jashme të përmita. Keni mundësa po me që fanë. Po, Bashir? Qështu që me to që shposhkon, në asë njënë s'kena me mujtë asë njerë me propozu diçka sepse me vota e hubi, s'ku që e hubi që da. Po, për vesh po me kesë se kime na. Në me kime t'i ki përvuj shumë të mollë, më të mollë se one. Jo propozime se në shumë dalu përvuj. Jo propozime ke latë, në vota e qështë. Po, na vishtes mi, vishtes mi. Po, pa tjetër. O kanë mirë bëjnë që do të arsimi, o shkon mirë për raport një kanë një. A me rëgjojnë, ja, me respektojnë në tjetër në ju, tash. Me ndëgju po vashkim. O kanë mirë për raport që do të jo rasisht e propozova të arsimi, se këtu ka pot këtë tjera komitete për të arsimi, sepse komunitetet kanë nevojë jashtë zakonisht që dikush me kanë të komunitete për arsim. Sepse të i pot përshtu i gjatë të komunitetet dhe në arsim. E propozova një mësuse, cila është mësuse, mësindonëse të konë, për me vot e disës e pita. E vetme? Jo, dyja. A dy ko po. Edhe unë menova, sinqerisht menova që po kalën edhe po e mbeshet një që ato. Po s'muna në rridu unë në antarët komitetit, do është e përcaktume me 5, tash.
Pozimi është ashtu. Ashta i shdosh me para se me grupo. Përbes të sëtë ma përmenem. Dhe tash ishë propozu shkimi a one nuk është problemi. Problemi është qaj kënë shetë është një njëri. Nuk është dhe loshe. Po, unë e përmenoj që ishtu, nashta i shkanë shumë ma sinqetë. Mirë, atërë kështu. Propozimet janë dhonë, a i qenë su propozimin në papu, me qenë se s'ko ma shumë se so 5, kush është? A s'pe shurtoni që propozimit ta një që? Po t'i me shkomentuve s'le, a se arme nësë kusho. Po, në papu me qenë se s'ko ma shumë se 6. Kush është për? Që ka arme në që ju propozu? Unanimisht, faleminderit. Po, mirë. Kush është kundër? 26. Po, kundër? Një Arselim, shkohë të bëjmë që u dhe minu për komitet, edhe vazhdojmë të komiteti për bujësi dhe ujra. Si fundit, apo? Po, i fundit, nga levizave të vendosje i lutë emrin e anëtarët dhe emrat e rekomanduar si ekspert të jashtëm. Levizave të vendosje propozon Kosovor Ademin, kurse për ekspertat e jashtëm Halime Rudori Njeku dhe Abdel Vogici. Faleminderit shumë, Lidhja Demokratike. Ne kësha dosh Jezus para se në dhonë këtë temen, me thonë që nuk meritoni asnjë pime për to. Mirë. Se me pos një konsenzus në bos për pacimit politik, krejt njerës eksperta për merë njerëzve vendosës. Kanë qëllu? Po kanë qëllu. Po ne kanë qëllu që shpo kërtoni e Dhe s'janë kajra në vendosës. Përves nuk janë. E propozum nga vetë, e propozum për intervishë që ju s'te kërsëm. Me ne pasum. Se propozum. Qa me votë? Përvazojmë që jemi pashtinë se një që përqesh. Përves që s'ka publikë. A tash, postuj, a dhe qysh, që kja që shë tha kërë, që s'pe meritariu, po t'ka dhe që e vëtë nga shumë. Jo, se meritariu, jo ketë, ishti në boza për s'ja vëtë vendosis krejt. Nuk janë. Fatë bërësisht kanë qëllu shumë eksperta dhe vendosis, nuk s'ja krejt. Asi ka shef, po i ka sti punë edhe uj me na pru. Qa me votë? Uj me pruhe, jo këtë mi shti. Moshe! Mirë e ki, me vend e ki. Moshe! Po, se o dola i zotnia që dhe dy djerë në tjetër rrit, një me ki bash vendas, se të me ki kryshit ka shotin tjetër, ata ka dole kam bli uj me porët veta. Se me orë më në shëpë një rështu, që ka doshë, se janë shmet mirë me du, janë shmet mirë. Vazhdojnë të se po përdojnë, ka doshë me kontribut t'i kumerë. Mirë përse, e qëtë a ki për emni tutën? Lidhja Demokratike. Marione ka me diskut mund të po është e jote veç kolegu jëtë ta mund bakuese. Kolegu jam ka shumë drejt, nuk e kanë për obligim ata djem, faleminderit shumë që i kanë blikë, po feja do me funksionale din ure 4. Mirë dhe, mirë dhe tash, me qenë si përmen, në jashtë të do si përmen. Emri me Vjosa Kida. Faleminderit shumë, Partia Demokratike. S'ka me në Dorotina Dervisholli. Anton Kuvend. Anton Kuvend. Për në ekspertat kjeta? Vendin e keni me Kuvend. Me Kuvend, ju takën një në pjantori tuj me konë Antoni Kuvend. Kjo është në ekspert të një komisiu do është për si. Aida është. Aida se kemi këto që me thonë ajo që sështë. Aja bërëm që shtu për nardon. Ajde që Ermoni ishte në shasë ekspert. Smujna Po, Në shtinje tjetër, s'ka lidhe asamblesh të shëmet jashtë. Tash vesh një sarë, jashtë jenë me vesh njëjve të vendosjes o njëjtë për komitetin që Që se në fut krejt, pjashti t'i propozojnë ka një, edhe lidha të Etnikus të propozuja të komitetin tjetër
Atëherë kështu, etnik të kemi pa u përfshin komitet. Nuk po dal. Aida ka konstatuar që s'po dal. Mos po dal me propozim. Mirë. Mirë. Mirë do të çepëm kemi. Ja kemi. Atë fokusohet. Po, tu je. Festin plana është anëtari i cili propozohet për me formu komitetin. Prej atorëve të kuvendit. Me gjitha këto propozime, kush është për? A ka kundër? Ju se thatë du të me plëcu me një antarë kuvendit. Ju thatë a i ka së dërë. Po shumë mirë me di. O përbes shumë mirë. O përbes shumë mirë. Qane mëra antarë një që ju të jafë në rrugën e Allah të shumë në këtë mëpër. Konstatojmë që është pak se patëm shorë. Edhe njerë motisht. Partia Demokratika aki me hame pra të Mirë, atër jep një manifestimit. Mirë, e vazhdojnë atë pa në ledhin tjetër keni mundësi me plecu. Nëse jo, na e plecujnë me një të kuveshë. Falemderit. Kush është kjo? Mirë, po i lumë, po më në, po më dëri me bashkënë. Apo kundër apo absolutisht s'ka, konstatojmë që është themelu. Jo, në kritika traditive. A jeni kundër bashkisë Islami ja shambo, se e kena kundër bashkisë Islami. Pa e kemi në bashkisë Islami, Vazhdoj me pikën zjadër të ditës, që është propozim për shqyrtimin e kërkesave për abolimin e shpenzimeve të varrimit për vitin 2026. Hejtë ato një për kushra. Shpenzimet e kërkuara propozim për shqyrtimin e kërkesave për abolimin e shpenzimeve të varrimit për vitin 2026 për periodin unë pelezaj kështë për mojtën ose drejtër a dënë me paraqitën se pelezaj për mojtën Drejtoria Shqipëria për njësë në konsultim para prak me kryetarën e komunës propozon shqyrtimin e kërkesës të datës 10 shkurt 2026 se Këshillit Bashkisë Islame e Republikës Kosovës për mbullimin e shpenzimeve të varrimit në finohen shpenzimet për një ceremoni të varrimit për qytetarët me vend banim në komunën e Fushë Kosovës, shpenzimet e varrimit do të mbullohen edhe për banorët me vend banim në Fushë Kosovës të komunitetit të serbë. Mjetet financiare do të merren nga kategoria ekonomike subvencioneve dhe transfereve prej programit të infrastruktura publike me numër 18162. Propozimit në fjalë i bashkangjigjës materiali për cjellës, të cilën e kemi marrë me kërkesën e Bashkisë Islame. Atëherë, unë pe hapim diskutimin për këtë pikë të rëndësishme, për këtë përbajtje, lëvizjave të vendosje. Në emër të lëvizjes deklaroj se më shtesëm. Faleminderit shumë, Lidha Demokratike. Faleminderit shumë, Partia Demokratike. Me dikush tjetër? Jo, faleminderit shumë. Atëherë e çesim votim për pikë të rëndë të ditës. Kush është? Po, ha? Po. Marrimi Gurisa varim të dy kategorive. Po, kam gjatë praku që kjo shumë. Person sot të Partisë Islame për votimin e person. Po e ata njëjtë, shumë e njëjtë. Njëjta shumë. Po, e njëjta. Që me çat shumë shkojnë për votë. Po.
qa beshteshim... Ja, një ka shumë Prifti ka dhe tros sekret. Atëre, nuk e di asat që femre ta që shme. Nuk e di ajë gjonë, asë i lonë që tu... Gjithë para pome procedura fetare, qështë e kanë ata? Kush është për? Leonard, së qëmë qef me të posit, ty si shef, edhe ma shtë rejta që Anonimisht. Parëndere të ako kunder? Së të rëha? Afse mime që ju, kësa të që kalëm, edhe pika e fundit është për PKSB, për procedimin e shërtim në Kuvendin e Komunës për propozimin për themelimin e Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi, për mandatin 2025-2029 në përvere si vjen, Valja Prepreza Kryetari i Komunës, Bekim Zogjani, Komandant i Stacionit Policor, përfaqësuesi i Këshillit të Bashkisë Islame, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe, përfaqësuesit e komuniteteve Ashkali, Fikjan, Serb dhe Ram, Adriatik Zeqili, drejtori për arsim, Izja Mjeku, drejtori për shërbime publike dhe mjedis, Ejub Qirqalla, përfaqësuesi i emergjencave civile, një përfaqësuesi i EVSB-s, nga një përfaqësuesi i FLSP-ve, Vindita Dermisholli Prepreza, zyrtare për barazit gjinore, Slazhana Lazic, shefja e zyrës komunale për komunitete dhe kthim, kryesuesi i komitetit për komunitete, nga një përfaqësues i mediave, bizneseve, personave, aftësitë profesionale dhe shoqërisë civile. Në emër të lëvizjes me të vendosja hapi diskutimin, a keni diçka me shtu këtë propozim? Nuk kemi diçka me shtu këtë. Resus këtë e në fregullu me krejt, me udhëzim administrativ, s'kem që është që e Edhe në shalim kështes në orë, Bashkësia Islame, përfaqësues të vetën e kohën e gjatë Tërnove, dhe ju... Mirë, edhe dhe komuniteti Serba, Nikolat Dragojević. Kisha ortodokse serbe Nikolat Dragojević. Atëherë, Lidha Demokratike, në rregull, Partia Demokratike. Atëherë, kush është për? Ato vot kundër, abstentime, konstatojmë që nga ato dhe kjo pika e në ditës, të këndërësh për takot diçka. S'ka, falenderit shumë, ju uroj mujnë në shajtë Ramadanit e gjithë të situarën musliman, në shimë seansë të gjithë.